Një vrasje ka ndodhur në qytetin Thanausen në Gjermani. Një 54 vjeçar dyshohet se ka vrarë bashkëshorten e tij. Mësohet se çifti është nga Raveci, por jeton në shtetin e Gjermanisë. Mediat gjermane kanë raportuar se në qytetin Thanausen të Gjermanisë, para ditën e të mërkurës, një i dyshuar 54 vjeçar ka vrarë bashkëshorten e tij 55 vjeçare. Raporteri ka mësuar se çifti është nga Raveci. Inicialet e emrit të dyshuarit janë B.N, ndërsa të viktimës L.N. Sipas mediave në Gjermani, të cilët citojnë autoritetet policore, atje pas vrasjes së bashkëshortes, dorasti kishte thirrur me telefon djalin e tij dhe i kishte thënë se ta vrava nënën. Më pas djali kishte njoftuar policinë, e cila menjëherë bashkë me ekipet e tjerë emergjente kishin shkuar në vend ngjarje.